Një start I tillë më keq se kaq nuk mund të shkonte për Dinamon dhe vetë trajnerin e saj Faruk Sejdini. Sërish humbje. Mundet në kryeqytet një javë më parë nga Teuta dhe sot sërish pa pikë pas këtij takimi, një transfer të vështirë në Gjirokastër. 2 gola në portën e Ligës Dinamovit që vinte nga ndeshjet e kombëtares dhe 0 pikë në kolonën e renditjes përgjithshme për këtë Dinamo. Ndërsa nga ana e tij trajneri luftëtarit Ilir Spai u mposhti blut dhe arriti një fitore bindse 2-0 me Dinamon në debutimin e tij të parë në drejtimin e luftëtarit, duke shpërblyer besimin e drejtuesve të klubit Gjirokastrit. Një Dinamo që sërish nuk ngre kokë as edhe në këtë ndeshje me kthimin e skuadrës Gjirokastrite në Super League. Një luftëtar që kalon blut me anë të një sulmuesi vendas ish kampion me Elbasanin Arlind Nora, që sërish gjen dhe nuat portën për gol. Kjo ishte edhe përballja statistikore për dy skuadrat që numëronin ndeshjen e 70 historike për luftëtarin. Pas një loje të vrullshme nga vendasit, por pa konkluzione në rastet e tyre, si dhe pas impulsit që vinte nga kampi I Dinamovit, goli I parë I këtij takimi do të shënojë pikërisht nga ish lojtari blu, 21 vjeçari Olgerd Stafa, që realizoi në minutën e 40 të ndeshjes. Duhet theksuar fakti që skuadra e Sejdinit Dinamo gjatë gjithë takimit ishte në një ditë e errët teksa edhe në ato raste që ndërtoi mungoi finalizimi. Një kopje asaj Dinamo që humbi në ndeshjen me Teutën, por me disa modifikime. Edhe pse trajneri Faruk Sejdini kreu të treja ndrimet e mundshme, do t'jetë po pjesa e parë që do të çojë shifrat në 2 për vendasit. Në minutën e 2 shtesë të pjesës së parë, sulmuesi tjetër Gjirokastrit Arlind Nora shënoi golin e dytë luftëtarit dhe të 51-tin që ekipi Gjirokastrit ka shënuar në portën dinamovite.